Shumë të madhe. Kjo kanë diku. Nuk e di. Se burra Na e na mësuar me metë. Po shqyr që na e ka thënë Zoti çto femra të zoja. Burrat edhe gjithmonë kanë qenë të privilegjuar. Edhe që dojnë me punu, se ka për aty në femrave që ka punu derisa u konë shtëpi babës. Si ka dalë shtëpi burrit kur punë me dorë s'ka prej. Po e vërtetë. Kështu që shqyr që ekzistojnë që do femra që punojnë, që ja dim vlerën punës, që ja dim vlerën familjes, që mbështesin partnerin e vetë, se nuk është e lehtë edhe për një mashkull me pas barën e përgjithshme të familjes. Ka shumë gra të tilla që e mbështesin burrin edhe nëse burri nuk është në punë. Edhe nëse burrit i ndodh, sepse ndodhin gjëra të tilla dhe për Prishtinë po flas. Është më lart se në Prishtinë aty ku jetoj unë. Unë di për rasteve të tilla që unë di për rasteve që për shembull gruaja i ka 2 puna që punon për shtëpisë. Edhe krejtë burri ndoshta konsumon alkool edhe gjëra të tjera. Ajo është tjetër gjë, po do të thonë që është e përkushtuar se as divorc nuk mundet me kërku për shkak të hatrit të fëmijëve edhe të burrit, domethënë. Po sa e përket saj në po flas për gratë që janë mbështetëse ndaj burrave që ndoshta mbesin pa punë, sepse ka gjërat, po patjetër që për një kohë, sepse Dhe se vjeni të ramat, alë të nëzëm pozicionin e ty si moshkull që se bëj punë. Nuk është as pak e vërtet. Te bujmë pak ma pozitiv.